se s'përvaj. Unë e para vete. Qështu për nejve me do. Shkam një vetë apata, shkapati një vërë për mes. Po kjo në televizion. Si gjera në televizion në këtë po, a janë të njështë tim shkurëgjosh, a janë më të resuar. Shumë falenderë, si në mundë, janë të bëshonë. Falenderë me me fëmira të këtë botë, të arrejti shaba. Në shërë familja me fanelëri, u jam mirë, e to të mirë. Do të të mirë. Ja vërët menën dhe pasurin që inshallah tjetër herë. Familje të ju, inshallah, i këtë familje mirë, për një moshën. Falenderë shumë, do të shpërdejë me një. Unë jam Nazmir Alia, vinë nga Austria, në Vjenë, të Austrisë dhe më thonë. Jam përfaqësues i Bashkisë Islame Shqiptare në Vjenë dhe kemi marrë një iniciativë, dhe më thonë, e organizuar nga Bashkësia Islame Shqiptare në Vjenë në bashkëpunim me shoqatën kulturore Iliria në Vjenë dhe kemi marrë një iniciativë që të bojnë disa të holla, dhe më thonë, duke falendëru njëherët gjematin e Bashkësisë Islame Shqiptare në Vjenë, të cilët u solidarizuan me këtë lloj aksionit cilën neve e bënëm në bashkëpunim me shoqatën kulturore artistike. Si shumë e të buar mund të cek pa kur një farë problemi, ndoshta edhe nuk është një shumë e madhe, mirë po ndoshta e në gjemati jona që ka dëshirën e vetë që ta dinë, kjo shumë është, dhe më thonë, 12.130 euro e 20 frank, këto janë, dhe më thonë, të hollët cilët janë të bua në Bashkësinë Islame Shqiptare në Vjenë, ndërsa shoqata kulturore Iliria ka sjell 1.950 euro, që dhe më thonë gjithse janë së bashku 14.080 euro e 20 frank. Këta të hollë pra neve kemi shpreh dëshirë që t'ja dedikojmë kësaj lagje që sa të pak të ndihmoje në gjatë këtyre rasteve cilët u kanë ndodhur. Dhe neve kemi vendosur si Bashkësi Islame Shqiptare gjithashtu në bashkëpunim me shoqatën që të hollat i dorëzojmë te shtabi i emergjencës, pastaj ato e dinë më mirë se si shkon rendi. I faleminderit. Ashtë një biznismen shellë për rastin e Kumanovës. Plus kemi, du me thonën edhe këtë ma fundit sekretari generali në Kumanovës, do të përkrahet deri në maksimum për shkak se atje u bën një shkatërim total i infrastrukturës, që i maltretim ose një masakër popullatën në shpitat e personave të minoriteteve. Kishim në radio tonë, në radio i rinjë që kemi në musafir, ku nga tregun për gjithat ato panelista që kanë marrë pjesë në program. Për me arvëtu të hollat të në shtabin emergjent për lagjen e trime dhe rrugë ku dëmtuara. Mendoj që edhe ka disa grupe tjera që i kanë të gu pare. Më janë një gjithë për banke, edhe ato pak që janë të gu pak atë në gjami, i ke këto mund të një mërën të kush për juve. Tu i keni ato lista që ka kena edhe emrimin në takata Kumanov jemi me ti, i kemi shkulla në aksojnë motës, shumë i bashkëgjitën është logo e Qendrës Islamike Kulturore Shqiptare, edhe shoqatës Monku e Leqion Rininja. Këtu e keni takmohon gjelen këtë grumbullimit të holla për t'i dalë në ndim lagjes së trimave në Kumanov. Sot më datë 22/5/2015 në Qendrën Islamike Kulturore Shqiptare në Norvegji, u bë grumbullimi të gjitha të hollave dhe numërimi i tyre në pranimin e dy anëtarëve të kryesisë së qendrës Zyber Deari, Nuriman Zekiri dhe përgjegjës fraksionin e Kumanovje me Pime Kujbajrari. Në xhuman e kaluar në 15/5/2015 u dërguan 32.500 kruna nga xhamati në dorë. 17.000 kruna nga xhamati dërguan përmes terminalit bankar,
4.900 kruna brenda javës tek me të shqiptar familjarët e mi që mi dërguan atje. Edhe 12.900 kruna janë nga Shqipëria. Gjithsej 67.300 kruna. Ato kanë ardhur të shkruajnë këto 120 euro edhe 20 franka. Kjo është domethënë edhe kjo. Domethënë që në formë vërtetimi me vull nga qendra islamike e vullos. Kjo nuk ka të shumë kujdesa, por janë të shumë prapë këtë nga simbolike dhe një mbështetje morale, që shumica e popullatës tonë ka përcjellë me vëmendje për gjithë të ditë, për gjithë të zëvota 2 javë, domethënë se unë jo rastisht edhe thash, qendra kjo lagja e imave u bë një zonë e pelegrinazhit, një zonë magje, një zonë turizmi. U kanë ardhur ju e dini vetë mi keni prit këtu keni përcjell. Gjithë ato që kanë ardhur nga gjitha viset me ju vizitu. Edhe i kanë përkrahur këtë aksionet me këto motot Kumanov jemi me ti, apo Kumanov jemi ne, apo unë jam Kumanov. Edhe ne as disha them, ju falenderoj edhe juve për pritjen tash ma vonë tonë, por më të mirë të mundshme. Ju uroj sukses edhe ju prit të mbara gjithë juve që i keni prit të aksionit, që t'i ndihmoni pra kësaj popullate dhe kësaj lagje këtu, e cila unë prek nga këto trazirat e fundit. Sukses edhe televizionit Festa, ne edhe kolegët me të Radio Ligjës e Gjenosta, edhe ta ambasadorit, sepse shumë shpejt da lidhën edhe Lexhapi do t'jetë emisionin tonë tashëm, do debatojmë pak në ngjarje, kemi qefta, kemi në disa. Njerëzit e vetë në vitë shpërbun. Ani nuk ka pas terrorista zinile, jep ka di javë, një kuj, di musit këtë nevoj. Vjen pak në fladit, na sjellë ndajmë rripjen bashka, se që duhemi 100 metra. Që ne keni bërë këtë vizitë, na keni ardhur na po, na vjen mirë shumë, ju kemi rritë dhe sigurisht pas çka keni ardhur na shihni. Unë tash ne pendem, unë jam edhe pse ditë e diel edhe sot në lagjen e Trimave kanë vazhduar vizitat në lagjen e Trimave nga të gjitha viset, por njëkohësisht nuk kanë ndalur edhe donacionet nga bashkëdhetarët tanë nga të gjitha vendet e Evropës. Sot këtu në mesin e kumanovarëve në lagjen e Trimave është Zoti Metosh Bajrami, i cili vjen nga Norvegjia dhe sjell një donacion. Zoti Metosh, ju lutem disa fjalë për aktivitetin tuaj atje, ju jeni edhe kryetar i klubit Rilindja ashtu. Faleminderit në gjatë ju stafi i televizionit Festa. Edhe sigurisht bisedova me banorët e lagjes tonë, me vendastemi. Kjo nuk ishte një mirë që erdhën në këtë formë të i pres, po që t'i bësh kjo ndodhi.
mos i ndodh kujt. Tash në Prapasken ku kam këtë shtëpi, ku ju bën shumë intervista me gazetarë të ndryshëm, me vizitorë të ndryshëm. Më erdhi rradha dhe mua do të jem pjesë e kësaj interviste, apo kësaj deklarate timën për opinion. Ne në emën, pra unë me Tush Bajrami në emën të Qendrës Islamike Kulturës Shqiptare në Norvegji dhe shoqatës Rilindja në Oslo, ne ju dërgojmë selam dhe të fala gjithë kësaj popullate të cilët me një fjalë u torturuan, u terrorizuan nga gjithaj detonacion që u hudhto, nga gjithë ajo luftë që u bë për 2 ditë të tëra. Pra jemi në muajin maj, jemi në fund gati të muajit maj. Dita 9 majit, dita e shtunë do të mbahet mend, do të jenë historinë e njerëzimit, sepse kur edhe neve na tronditi atje në Skandinavinë e largët në Norvegji, do të thonë se nuk ka met popullat shqiptare, nuk ka met komunitet shqiptar kudo që është në botë që mos ta kenë ndjekën dhimbje. Prandaj, gjithë ato që po solidarizohen sot dhe gjitha humaniteti jonë që po përkrahet, do më për t'i dalë në ndihmë kësaj lagje cila u shkatrua, gati totalisht, edhe gjithë ato civil apo e popullat që ishte mbrenda këto në këto shtëpit, në këto fortesa, në këto kulla, bjetuan, nuk kemi humbje në civil, edhe aja është një e mirë, por si të qoftë, është një shkatrim edhe moral. Sepse nëse Maqedonia mendon ta mbron sovranitetin e vet në këtë formë, atëre Norvegjia i ka bë apel çish ditën e parë. Nuk mund një shtet të ketë sovranitet kur e vret popullatën e vet, kur e vret fëmijën e vet. Ne jemi fëmijë, jemi familje e këtij shteti. Dhe nëse këtë formë mendon të zgjidh problemet, atëre ka shumë gabim, sepse nuk mund quhet ai shtet në këtë formë me gjithë këtë masakër shpirtërore që ja bërë kësaj lagje. Përndryshe, sinjtë e mi tash po e shohin edhe jo vetëm përmes ekraneve, sidomos përmes televizionit festa që u dha gjatë kohës, edhe me këto intervista ditore që i bani për pa koment, me gjitha ato solidarizuese që po vinë nga gjitha viset to, për t'i ndalë në ndihmë edhe në formë morale dhe materiale lagjes së trimave. Edhe unë do më i përkraj edhe i përshëndes, i falenderoj gjitha ato që po i ndihmojnë, gjithë këtyre të prekurve sidomos, këto që u shkatruan totalisht, këto që në realitet ishin këto shtëpit, sidomos ku jam dhe kjo shtëpia këto, e di edhe unë nga sipas mediave jam informuar, se edhe deklarata që i keni dhënë edhe vetë, se keni qenë domethënë i kanë qëndruar stoikisht deri në momentin e fundit, deri kur domethënë i ka ardhur dhe i ka dalë flaka, zjarri, shtëpisë dhe ata largohen, por prapse kjo do të jese dhe shtetit, unë menoj se shteti nëse kupton këtë arsye, të në këtë formë zgjidhen problemet, apo zinë ato personat që kanë pas mendimin e tyre, ato që janë shpreje, nuk është kjo e mirë, të maltretohet, të torturohet dhe të digjet një lagje e tërë, dhe të në atë aspektin psikik të dëmtohet kjo popullat. Faleminderit për ju. Qoftë e kalume, për fund e kam vetëm këtë mesazh, qoftë e kalume dhe inshallah kur nuk do të përsëriten në lagjet tona shqiptare, në qytetet tona shqiptare këtu në Maqedoni e gjet jo raste të tilla. Faleminderit. Unë jam Bujamin Ziveri, njerë ju përshëndes me fejnë të asaj të fejës islame. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ne si klubi dhe Breshit u mundum atje që ti mbledhim disa të holla për bashkëdhetarët tonë në Maqedoni dhe me atë se çka mundëm në atje, ne i mlodhëm do të holla për mi pru këtu dhe sa do pak për me zbut këtë gjendje të
këtu të bashkëdhetarëve tonë në Kumanov. Dhe kështu që she pam në situatën, nime është keq, po inshallah don Zoti dhe u ndihmon edhe juve, që ashtu qish edhe ju e meritoni. Në më falin e nërë, që shqiptarët të na unë kanare të vizitu. Dhe këtë i ka nda dhimit më neve që me thonë, s'ka koment hiq, asë të me përshkru në lakët këtë vizit të shqiptare. E filloj këtë të rejtë shkoj nga tonë. Atë moment, kër e kam stirë Fadilin, nuk di kush mu ka parasit. Fadilin nuk mu ka parasit. Atë moment. E Fadili e kam thotë se punën e kjo. Ja sam da djela. Mas pari ju përshëndes me përshëndetin islam, selamu alaikum. Vim nga fshati Velesht, vim në emër të Këshillit të Xhamisë të fshatit Velesht. Tu mos tepër bëhet fjalë për ndihmë artikuj ushqimor dhe diçka veshmbathje, megjithëse që këtu ka nevojë diçka më tepër të ndihmohet, se më kujtohet një shprehje nga refugjatët e Bosnjës se të kishin në Velesht, i pyeta se çka ka nevojë. Më tha, shta me pitash, shta fali u prazën e kuqi. Dhe këtu ka nevojë për çdo gjë. E shohim, por ne duke menduar se të gjithë shqiptarët e Maqedonisë po solidarizohen me këto aktivitete, vendosim se radhë me pak ushqim dhe pak veshmbathje dhe në të ardhmen të shohim çka është tjetër më së nevojshme dhe të ketë ndosht me siguri dhe aktivitete tjera. Po sa përse. Ja.